Ndeshja e radhës Cristian Bejko kundër Adam Serush. Boks olimpik për të rritur. Ne vjojmë vetëm në boksin olimpik, apo jo? Si që shikon Albi, kësaj radhe kemi ndryshim. Jemi pa kokore, pasi jemi në boks olimpik për të rritur. Personat në ring janë major janë Cristi Bejko me të kuqe përfaqëson Shqipërinë, ndërkohë Adam Serush është spanjolli. Raundet e para zakonisht janë raunde ku boksierët studion njëri tjetrin. Duan pa kohë sa të nxehet, sa të nxehen të dy boksierët. Të nxehet situata. Jo gjithmonë, por shumicën e rasteve kështu ndodh. Tenton Bejko të kap kundërshtarin me një kroshe. Dallohet qartë që kemi diferencë të dukshme gjatësie. Me spanjolli Adam Serush me uniformën blu dallohet që është dukshëm i gjatë se sa shqiptari Cristi Bejko. Një grusht i saktë nga spanjolli. Duket sikur deri në këtë moment kemi luajtur në pozicion mbrojtje me Bejkon kundër Serush. Grusht shumë i mirë nga Bejko. Një kroshe e shpejtë. Boksierët e shkurtër gjithmonë duhet synojnë të ngushtojnë distancën, pasi aty është pika tyre e fortë ndaj boksierëve të gjatë, si Serush. Ndërsa që Bejko duhet synojë sa më shumë ta luftojë spanjollin në distancë të shkurtër, aty ku ka edhe pikat e tij më të fortë. Kush është më i avantazhuar sa lokon të paktën gjatësisë, flasim gjithmonë. Okej, nuk mund të kundërshtohet që gjatësia e duar në boks është një avantazh, por nëse dita përdorësh mirë distancën, nuk ka shumë rëndësi. Dua t'ju kujtoj një boksier shumë legjendar, Mike Tyson, një boksier shumë i shkurtër, por shumë monstruoz, shumë përbindës. Nëse ke aftësitë e duara, gjatësia nuk është problem. Këtë përbindësi nuk e kemi provuar me thënë drejtën, po ata që e kanë provuar duhet të flasin, ose nuk do flasin se mbase faktën e kemi shijuar nga televizioni. Siç e thash, boksierët e shkurtër gjithmonë duhet synojnë që ta shkurtojnë distancën. Duke shkurtuar distancën midis dy boksierëve, kundërpërgjigjen boksierëve të gjatë me kroshe në distancë shkurtër, me uppercuts, ja pra një kroshe shumë e bukur nga Bejko. Jemi në 10 sekondat e fundit të raundit të parë ndërmjet Bejkos dhe Serush. Mbyll raundi i parë. Tamam raund studimi. Të dy boksierët nuk ishte pati shumë aksion. Raundi i vakët. Ashtu siç jemi mësuar me boksierët e rinj. Është një veçori e boksierëve të maturuar. Pasi janë më të kujdesshëm se sa boksierët adoleshentë, boksierët e rinj. Mirë, normalisht eksperienca do të bëj punë me vetë dhe eksperienca ka treguar gjithmonë që është boks më i duruar zakonisht. Jo gjithmonë, por zakonisht është boks më i duruar. Pavarësisht se ne na thot zemra që ta mbysim me grushta, po nuk jemi vetë atje në ring që ta bëjmë këtë gjatë. Ja, patjetër, po në fundit është një farë shahu fizik. Është një farë çdo revizje pret një kundërpërgjigje, çdo revizje mund të thjelli një nokaut, por edhe mund të thjelli një grusht nga kundërshtari. Çdo sulm është dhe një dobësi, prandaj është do shumë kujdes. Mirë, fillon raundi i dytë ndërmjet Cristian Bejkos dhe Adam Serush. Boks olimpik në peshën 72.5 kg. Ai që një ndryshe si pesha e mesme. Grusht i fort nga Bejko, në djathtë të fuqishme në gjoks të spanjollit Serush. Bejko me të kuqe, kundërshtari spanjoll Serush me uniformën blu. E ka nisur me ritëm Bejko këtë raund të dytë, pa përshtypjen I duhet ky round. E ka studiuar mjaftueshëm kundërshtarin për t'i dhënë apo për t'i gjetur pikat e dobta. I duhet me patjetër ky round. Komandor ringun, spanjolli tenton të shmanget.
Synon të përdori duart e tij më të gjata si armën e tij të fortë. Beko si takon të ngushtoj distancën, të afrohet afër, të synoj ta kapi në kundërpërgjigje, kundërkohë me xhep të shpejt, të fortë, me dorën dominante. Morëm një grusht të fuqishëm, po përsëri Beko vjon të mbetet stoik. Vazhdon të shtrojë presion, i duhet patjetër ky round. Ja. Po të shikosh një lëvizje e zgjuar nga spanjolli, duke përdorur kapjet. Janë këto anët e pistat boksit që janë pjesë e sportit, që s'mangim dot. Në sport dhe në jetë përballemi gjithmonë me anë të pista, kështu që Zoza Nat ka hilet e veta. I ka. Zoza Nat ka hilet e veta. Ja. Shumë aktivitet nga Beko këtë round. Shumë aktiv. Munduar të kap spanjollin, po edhe kundërshtari spanjoll shumë i lëvizshëm. Kristi është i bokserit cili gjatë gjithë kohës mundohet ka teknikë të tillë ku do të kapi overhandit, siç shikohet në video, dhe është shumë teknik dhe mundohet të gjejë metodën dhe momentin e dur që thjesht të kapi overhandin. E tenton shumë shpesh gushtin overhand. Dallohet. Shmangje e mirë nga Beko. Një spanjolli që synon ofensivën, por pa e arritur të dëmtoj shqiptarin. Ore, një që nuk e kuptoj. Po, më thuaj. Këta spanjollët nuk u ngopën me grushtat e shqiptarëve që vazhdojnë akoma të luftojnë. Boksi kështu e ka. Që janë spanjollët se duan kundërshtarët. Ja pa atmosferë shumë elektrizuese në mbështetje të Kristi Bekos. Turma vërtet në kohë emrin e tij. Arbitri parlemron Bekon që mos përdori duart për të shtyrë në tapet kundërshtarin. Duket që po pret momentin Beko, po pret momentin. Është përsëri gushti overhand right, gushti që vjen nga sipër për të kapur kundërshtarin në kundërpërgjigje. Dhe përfundon këtu edhe raundi i dytë ndërmjet Christian Bekos dhe Adam Serosh. Një raund i dytë i cili tregoi se Beko ka filluar dhe ka studiuar mjaftueshëm Serosh për të marrë pikat e tij të dobta dhe për të sulmuar në momentin që duhet sulmuar. Beko dominant në këtë raund, por edhe Serosh tregoi shumë aftësi mbrojtëse. Shumë aftësi mbrojtëse. Në këto momente që unë shoh Serosh duke i lëkundur pranë trajnerëve dhe ndihmësve të tij. Në kundërpërgjigje dhe synojnë kokën e kundërshtarit. Shumë nokaut e vijnë për tilla grushtave. Shmangje mirë nga Beko dhe vizet mira të kokës. Të dy boksierët po synojnë kundërpërgjigjen si stil. Presin sulmet e njëri tjetrit për të kundërpërgjigjur. Një boks shumë taktik se ato që kemi parë në ndeshjet e mëparshme midis dy këtyre boksierëve. Është një ndeshje më e kontrolluar. Edhe mosha e boksierëve është më e madhe se mosha e ndeshjeve të mëparshme. Dhe kjo reflektohet në ring. Janë boksierë me më shumë eksperiencë, më të kujdesur, më të maturuar. Po. Është ndeshje më shahu, shikoj se ruajnë distancën këto boksierët. Mirë, kam përshtypjen që kjo nuk lejohet. Jo, patjetër që nuk lejohet, po. Ja, edhe arbitri e palëmron. Spanjollin Serosh. Një kroshe me të majtën në kokë të spanjollit. Shmangje. Asin nga kushtet e spanjollit s'po kap Bekon. Shumë aftësi të mira shmangse. Shumë reflekse të mira nga Beko. Lera synon goditjen e tij me të djathtën. Është kjo krosheja e djathtë që Beko e synon gjithë kohës. Në kundërpërgjigje. Lëvizje kokë shumë të mira. Dallohet që është një ndër specialitetet e tij.
është gjithmonë duke synuar atë të djathtën e fshet të kapi spanjollin në kundër përgjigje. Boksi i bukur në qendër të ringut. Me dy anët, të dyja palët. Japi njëra tjetrës. Pra Beko me i djathtë synon të kapi spanjollin. Ja pra jemi në momentet e fundit të ndeshjes. Uaj, një djathtë shumë e saktë e Bekos. Edhe fiks. Kurse e djathtë dhe kundër përgjigje e Bekos shumë efikase në këtë round. Dallohet që është një specialitet i Kristi Bekos. Kjo goditje, ajo që në anglisht quhet si overhand right. Një goditje që bëhet në momente kundër përgjigje, në momente kur kundërshtari sulmon, ti kundër përgjigjesh me një overhand right, nëse je me dorën dominante të djathtë. Do më duhet shumë kohë për të mësuar këtë televizion. Terma teknik, po që t'japin fitoren. Ja një goditje me të majtës shumë e saktë. Round i mirë. Përfundon raundi to. Edhe boksierët në fund përqafohen. Do të kujtojmë, është një luftë në ring, por në fund është një sport. Dhe ka nevojë për fair play, si çdo sport. Është një sport që në fund të çdo raundi ose në fund të të gjitha raundove në total do të ketë një humbës dhe një fitues. Mund ketë barazim. Po për disa barazimi është humbjese, ketë drejt. Që mos boksierët janë njerëz me shumë ego. Rezultati i kësaj sfide pas 3 raundesh. Me rezultati 3-0. Triumfues i padiskutueshëm është Christian Beko! Roundet për shqiptarin Christian Beko. U dallua që spanjolli u mërzit, por në fund vendosin gjyqtarët urinë e Kristi Bekos